Mëngjes edhe një herë tjetër, është e fundit për sot. Për herë të... Për herë të disat, po... Shumë herë. Se do filloj ti numëroja, kështu me radhë, po... Se kur flasim për numërimet, se s'mendojmë për kursimet. Shiko, numërimi më i bukur në jetë që mund të bëj dikush është numëroj parat. Edhe pikërisht e i momenti si që numërojnë pjesa më e madhe shqiptarëve. Edhe ajo është momenti më i bukur, me thënë drejtën, sidomos njerë kur ke edhe një kursim më njanë, ai është moment akoma më i bukur. Unë nuk kam që të tregoj në këtë rast, po them pyesim Rarda Mujan që vjen edhe na tregon për sekretet e saj të kursimit. Mirëmëngjes Rarda. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Kur duket kështu, domethënë sa ke kursyer, them, okay, si ja kam dalë. Edhe vetë po më duket habishme se si ja ke dalë si përfundim? Kam sakrifikuar disi, por që nuk është se kam lënë me njanë edhe dëshirat e mia, se jam njëri që shpenzoj shumë për hir të vërtetës. Pra mund të kurseje edhe më shumë, se ç'ke kursyer. Po mund të kurseja edhe më shumë. Okej, ta themi shifrën se sa ke kursyer një herë fillimisht edhe më pas do ndjekim dhe videon. Edhe vetë unë tani nuk dua që ti shikoj. Jo, nuk dua ti shikoj se po i pash që kam shumë, filloj dhe i shpenzoj prapë. Tani po 6 muaj 2 milion lekë apo jo? Po. Tani thash të shohim një herë videon që na ke treguar të gjithëve për kursimin e më pas të kemi të tretit që kemi. Ime po shpërthel tani. Kjo ishte 100 që e fundit që futa dhe tani do ta hapim. Sipas kësaj unë kam kursyer 2000 euro, unë i kam futur në lek, do të thënë do të kem 2 milion lek. Çdo fillim muaj kam kursyer diçka ose për shpërblimin e vjetrit mbaj mend që kam futur goxha, ndonjë bashkëpunim që u kam pasur, pak te kryshin e fundit. Shikoni si kam bërë gjitha këto. Tani kam dhe këtë 1000 euro kursime, si ja kam dalë. Dhe për ironi të fatit, kjo është gjëja e parë që unë kam bler tek Temu. Unë në fakt aty më shumë kam shpenzuar, po ja që edhe kam kursyer. Hajde dash ti në mëngjes. Jam munduar që unë të fus të trasha. Kam një tjetër për ato moneta të vogla. Mora edhe diçka që të shënoj, tani po i ndaj, që ta kem më kollaj. Lek dirë se është vështirë t'i bësh kështu top, po unë kam i problem se po i pata ndorë, nuk di t'i menaxhoj, harxoj edhe brenda ditës mundësisht. Kështu që i bëj thirrje asistentes time, të vit më takoj pak. Nuk di, edhe momentin më të bukur që në fund e pe, e flas te kamera. Momenti numërimit, momenti lastikut aty, sa lere të shit. Në fakt, kam qenë shumë emocionuar kur e hapa atë, sepse ajo kishte mundësinë që të hapi shumë kollaj, domethënë ato lekët që i kisha kursyer, që mund t'i hapja dhe me zor kam bajt veten, që mos ta hap, dhe kur e hapa, vërtet isha shumë emocionuar, thoya si ja dola, si mbajta unë këto lekë. Domethënë ishte hera parë që unë po kurseja aq shumë lekë. Po sa vullnet do për t'ja dalë të kursesh lekë brenda muajit? Le të themi pak a shumë mesatarisht, pra, sa kurseje brenda një muajti? Si a dile që të kurseje? Do me thënë, hoqa dorë nga ca shpenzime të kota, se ndonjëherë kur kemi shumë lekë në përduar, thjesht i shpërderojmë. Unë mësova t'i them jo disa gjërave, dalje, do me thënë edhe pa planifikim, disa udhëtimeve që shoqet më shkruanin kur do ikim, unë mësova t'i them jo. Sigurisht që dhe rrjetet sociale më kanë ndihmuar,
sa më shumë kohë që unë i përkushtohem atyra, aq më shumë të ardhura kam, dhe kjo më dha dhe një dorë të mirë që unë vendosa t'i futem kursimeve. Se her pas herë në kur flasim edhe themi, kjo rroga më shkon deri në fund të muajit, duhet një pak ndoshta tjetër në mënyrë që të kemi mundësi që njërin ta ruajmë, tjetrën ta harxojmë. Për ty si ndodh? Pra po thuaj që paralelisht me punën tënde, ke punuar edhe me rrjetet sociale dhe ato të kanë ndihmuar. Po, ato më kanë ndihmuar, më kanë dhënë një ndihmë, por që edhe baza që kam në punën tetorare, që mua më dilte për të kursyer. Thjesht ishte momenti duhur që unë ta vendosja dhe të kurseja. Përveç faktit që ti do që ti vërtetosh vetes tënde që unë mund t'ja dal, mund të kursej, pra mundet që ekonominë time ta kem më të mirë. Çfarë është synimi yt real pas kursimeve që ti ke filluar duke bërë tani? Në fakt unë kalova një kohë me veten dhe thash çfarë duhet të bëj unë, domethënë gjithë këto vite punë unë nuk kam investuar asgjë tek vetja ime, as një lek me një anë, përveç se nevojave, qefe dhe asgjë. Rroba kujtime. Po, kujtime sigurisht bukura janë, por që domethënë kthesh dhe thua çka kam një gjë të sigurt për veten time. Edhe para disa kohësh në fakt mua ofrua një mundësi shumë e mirë, okazioni, që të merja një shtëpi dhe fillova që ta mendoj seriozisht që shiko, mos është shtëpia e investimin që unë duhet ta kem të sigurt ose të gjitha ardhurat e mia, domethënë të fokusohen aty. Tek shtëpia, po. Po, edhe sigurisht që do ishte edhe një ndihmë që mos kisha edhe shumë lek në përduar që t'i harxoja, se normalisht një pjesë do merrja me kredi, që të bllokoj disi leku i detyruar. Edhe kursej më shumë pastaj. Po, edhe mendova që unë këto investime, domethënë të mundohem që të plotësoj një pjesë të një shtëpi që do marr. Edhe sa kohë ke vënë ti vetes për të plotësuar një pjesë të pagesës që të duhet për një shtëpi? Pra sa kohë ke vënë vetes ti? Tani më shkëtyr pak në fiksim në fakt. Nuk i shoh se sa kam kursier, po thjesht po kursej, si u thash edhe më parë që nëse i shoh se sa kam kursier, them sa shumë që paskëm dhe më step. Shoqë ndërkohë Rearda do dalin për kafe sot, po çka më do ta kurseja të lekun e kafe. Gjoni, të lutem, nuk jam, mos më bëni oferta se jam dhe njëri që joshem shumë, më josh çdo gjë. Ora, tani në fakt kishim menduar të bëni një udhtim para sa kohësh, do vish? Jo. Nuk jam mirë, nuk jam në humor. Ne po mendonim të shkonim në Puk në fakt, se ti bën ndiqje pa dorë para. Edhe aty domethënë shkojnë lekët, kështu që aty ishim të për momentin do të plotësoj një shifër. Po, sa e ke vendosur të plotësosh shifrën për shembull dhe sa afat je vetes, se sado kur ke një afat caktuar që thua dua ta bëj për 5 vjet për shembull ose për 2 vjet, 3 vjet fillon edhe mendon që sa shtëpi duhet kursej, si qysh tek si janë këto rrethanat. Domethënë unë po bëj të pamundurën, dua që për 3 vite domethënë të plotësoj një vlerë të 20%-shit. Dhe më pas, sigurisht që t'i drejtojmë bankës, por që janë futur seriozisht se rrugë. Familja çfarë thotë? Domethënë nga vajza që e shihnin në udhëtime, po paketoj valizhet të ikin, në vajzën që po kursen. Ne është e çuditshme. Është e çuditshme, po në fakt babi gjatë gjithë kohës më thoshte që mos bëni gabimin që bëra unë, sepse edhe nga prindrit unë kam marrë shtëpi shumë vonë me kredi, edhe normalisht që ato po e vuajnë tani që pse se morën pak më herët. Edhe mua, domethënë, e kam si vës në vesh që shiko se nuk e ka kota që më ka këshilluar për këtë. Edhe normalisht që edhe ato po ndihen mirë, domethënë, me këtë. Thonë, wow, ç'ne u bëre ti kështu, ose kur llogaris në herë sa gjëra të vogla kështu, thonë, ç'ne? Thonë, po kështu bëhet pak nga pak. Ja, shikon. Po nga ana tjetër është një mundësi kjo Rearda e cila nuk është shumë base në moshat e reja. Kështu që është edhe një mesazh shumë i mirë që ti të paktën duke e parë tek vetja jote, arrin që të kuptosh edhe diferencën e të prishurit pa kriter edhe të arriturit që të ruash një bazë materiale për veten tënde, Në fakt ndodh dhe kjo që kur ke shumë lek i keq përdor ose nuk e llogarit fare, kurse kur ke pak lek, ndodh kjo që fillojmë të vlerësojmë më shumë gjërat. Domethënë unë një të dalur dua ta kem shumë të kompletuar. Dua një vend të bukur, dua të më shijoj kafja, nuk është se e mendoj, s'ka gjë se dola sot do dalë dhe nesër. Domethënë arriti mirë mendoj edhe gjëra, them ato lekë shumë do ta shpenzoj, shikoj se domethënë dua që njerëz të duhur, të vend të duhur. Domethënë i kushtoj rëndësinë e duhur, duke paralizuar dhe me paratë që do harxojnë atë vend që unë do shkoj.